Shtoni peshë, por nuk hani shumë. Patjetër duhet të kontrolloni gjendrën tiroide. Kur puna e gjendrës tiroideve është ngadalësuar, njerëzit shpesh han ushqim i cili është burim i shpejt dhe me kalori të lartë, mirë po pas racionit të tillë shpejt bie energjia dhe shfaqet lodhja. Hipotireoza, përkatësisht aktiviteti i ngadalësuar i gjendrës tiroide, shpesh çon në shtim të peshës trupore, përkatësisht prish rregullimin e peshës trupore. Njëri ndër shkaqet mund të jetë obstipacioni, kapsullëku, mirë po shkaktar shpesh janë edhe sulmet nga ngrënia e tepërt, të lidhura me ndjenjen e lodhjes dhe ligështisë dhe me mungesën e energjisë. Te hipotireoza shpesh han ushqim i cili është i pasur me hidrokarbure, që është edhe i shpejt dhe burimi i kalorive të larta të energjisë, e pas një shujte si kjo shpeshherë vjen të rënia e energjisë dhe ndjeni lodhje. Sugjerohen ushqime me nivel të ulët glikemik. Duhet nisur me zvogëlimin e karbohidrateve që vijnë nga buka, makaronat, orizi, kekset dhe lëngjet e ëmbëltuara që në masë të madhe e çrregullojnë dhe ngarkojnë aktivitetin e insulinës, e cila në hipotireoz është e zvogëluar. Te kjo gjendje mund të konsumohen karbohidrate nga perimet paniseshte, pemë, bishtaja dhe drithëra. Duhet zvogëluar konsumimin e vajit të lulediellit dhe të sojës, e të shtoni konsumimin e vajit të ullirit dhe peshkun e kaltër. Burimi mirë janë edhe farat e lirit, vaji i lirit dhe aminoacidet omega-3 nga arrat dhe bademi. Është me rëndësi ta konsumoni kafjallin, fluska me jogurt probiotik dhe kanellë. Ulja e peshës është mjaft sfiduese dhe kërkohen të përpilohen dieta speciale me ushqime të zgjedhura nga endokrinologu, të cilat çojnë gradualisht drejt humbjes së peshës krahas trajtimit me hormone zëvendësuese të tiroides. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.